Sa jeni? Vetën djalim ka shku jem dapi ti në thmijaj. Nga ora 8 e mëngjesit deri në këtë moment është numri rreth 12.000 veta. Vala. Kena më këthi gjithë në Kosovë, kena më këthi. Kosovën e mija. Ça va aller, d'accord? Do të shkojnë mija. On va la soigner, elle va venir, tout va aller bien, d'accord? Ka pa shënziva pej këto ujet. Se nikit e në kanë qunë bëllënis në kanë dokun dy, në kanë marë, në kanë shtithikat në fet me maska. Qitë një pare, e? Një maska, ka një mi. Ka një mi? Po shta po se kanë vra, kanë po shtatu. Në flak robe, në tranë krejtë, në tranë. Kur ka dalë e bërë, me kanë mytë 57 jetë. Djallin e matë, sa dika i Gjemali. Dytin 55 sa dikaj Musli. I madhe mi kalon 9 fmikë. I dyti mi kalon 7. Kuku, nona që të tërnon, birë. Kërë kemi po në bërë, i milicim, fëmija dështë një të rënjume. Këshën qitë maska, 3 milit, mas pari nënës automatin, vetë mi kanë dra grosh. Daj farë të ishin qenë. Shkijët e së pjesë. Shtëpis nuk mendova si më gjujnë serb dhe ata më gjujtë. Në alëm Afganistani, unë e surë hala gjujti mas me një tishke granatës mëra këtu. Granata parë ka ronë në shpinë në Kolëm, granata dytë në ka ronë në shpinë kote në parë, i na hi mrenda, i na konë këtë familje i na konë, muha, burrin, një thmi më të gjysë, ma ka mytë, ma ka gjujtë, ka hek gjysën e ftyrët, qikën ma kanë plagos, djalin po. Granada në oborin e shtëpisë, ma ka dëmtu kamen, shumë randë.
Jemi njës ku të mujna me bo strehim, jemi 20 voçrak I kemi në këtë Jorkije edhe 20 të rritur jem. Ku të mujnë me bo strehim, nuk zgjedhim apo fshat, apo solte të kalojmë e të pushojmë, që sot e 7 ditë që jemi të bo rrugë. Gjithë shka s'ka egzistu kur, mo. Me ta prindin afër fëmijë, brepeke është për ne. Sot ka ndodhur dhe gjeste jo të dëshirueshme. Ju lutem kujdes kur takoheni me njerëz të panjohur. Etnik Kabashi kërkon familjen e tij nga Prizreni. Etnik Kabashi kërkon familjen e tij nga Prizreni. Etnik Kabashi kërkon familjen e tij nga Prizreni. Falkajni. Për familjen Kabashi Muzli. Allah ju. Tani nuk dim se si do të bëj halli Mos e mërzis, do të rregullohet. Shikoni, do të bëhen do të masi të do të 3 ditë do të gjenden emrat komplet, do bëhet regjistrimi plot, do futen në kompjuter, ëh, dhe pastaj do të gjejmë njëri tjetrin. Jam me këtë të thonë se po çaj, po hapet situacioni, ku do të bëhet I propi, sa do marrë. Po sa është nevoja të të rrimë, nëse presim marrëveshjen tash të rambujes. Po. Duhet patjetër me pranu marrëveshjen edhe me kthyen. Për ndryshe s'kemi kuptim. Nuk kuptem. Për arsye se sidomos në fshatrat e Trevës Vrinit ata janë tërësisht të djegur. Të djegur shtëpia të djegur. Po. Kur keni ardhur? Je keni ardhur. Në 5. Keni ardhur familja komplet? Kemi ardhur. Dikush.
Takoj nga prezidenti kanë ardhur diku? Po, kanë ardhur. Unë jam prej komunës Prizrenit, thashë këta. Prej qytetit thashë? Pikush qytetit nuk kemi këtune, vetëm prej hasit që kanë ardhur. Aha, vetëm hasit. Qytetit Prizrenit s'ka domethënë? Nuk ka qytetit Prizrenit. Që të eksplodojnë. Në moment të fort ka orë një eksplodim aq i fuqishëm sa që kam menduar që u rënu shtëpia dhe vërtet që u rënu një pjesë e shtëpisë dhe murit të autobomb, rënoi 3 shtëpia. Kum po, babin ma më vitëm për para syve, nuk na lojshin që të qajmë. Po sa burat, sa njerëz të tjerë ishin me atë pjesë që mbeti vllai? Po nuk di, nuk mujnë me pana. Se cili shurë me hecë për vete, me hecë, me ikë. Si ka emrin familja jote? Po, na jena Gashi. Gashi. Vllai im, Arieta. Kush ka ngelur tash në Kosovë? Si quhen vllajin tënd? Jo, ai s'ka ngelur në Kosovë, po sigurisht ka shku dikon tjetër. Ku e ta di jo? Po si ka emrin? Agim Gashi. Po njerëz shok të tut, njerëz që keni parë të vrarë. Keni parë? Nuk ke parë në qytet të vrarë? Jo, nuk kam parë. Burrin e motrës tonë se e kam plagos, po s'diko, është marrë, sigurisht është edhe ai. Po motra ka ardhur? Jo. S'keni marrë. Neve na kanë donë që të rjapia, na para sa baj familjen kanë marrë me tortura, dikuja do me ta hek veshin, dikuja do me ta nxjerr synin. I kanë qunë më lishev kom, ujnu, qënu, gratë, smin, typiskat, push për mi. Në më lishev i kanë hypë kamiona dhe i kanë prunën për karton Shqipni, shkoni se Shqipnia është juja këtu s'kini kur gjon. Një vloa, më i bremi 3 guqi, letë e din që kom pështu. Në Zvicër e kam, Valdet Sopjani. Jo, më kufer, po të një shka Jo, a keni marrë bukë? Merë ti. Merë oti. Jo, nuk e dhënë. Marrani, merë, të vëllë, Jo. merë. Merë. Ta vetë të një. Komunës Deçanit. Po kjo kush është? Kjo motra jeme, kjo është për Juniki. Njonin e kom 90 vjeç, kjo 56 vjeç. Me qa keni ardhur? Kemi ardhur në Kukës me traktor, Kukës dhe kënej në kanë pru me maqinja. Olo, si ka lutë? A ka nga prezidenti këtu? Ka. A ka të prezidenti? Ka të prezident këtu, ka të.
Unë kom ardhë me këtë kamion i kom pru 70 antarë, thuja që të familjes teme. Këtë fare fisi kam. Kemi vujtë shumë. Na kanë dhunu, na kanë re, na kanë pleçki total. Erdhem këtu për të strehuar. O, zotëri, nuk ka shpune me qesh për hapa. Irački narod koji ima sličan problem sa svojim diktatorom. Në cilën lagje është? Në lagjën e re. Nërtakolla? Jo, një malë. Jo. Ma ka vra djallin, ma ka myt djallin, ma ka koll shpijen, mi ka myt gjohen, pi shpijem ka hek. Sa për di që të sënë se më të? Sa vjeqe kështë djallin? 48. Dhe një thmitun të mjetoft, ato kam ishun Kosovë, se më mlut me çdo sen, nuk e shë ven lindjen, se ato kom lind, ato dhe des. A i venin e vetë se ka ato. Nuk jem na popull barbarë, nuk jem popull shkatrus. Neve për në qunë gjak pirsat, terrorista, por nuk jam terrorist une. Më unë bëhet në thmin se prej. As gocën se dhënoj sa qka banaj. A i përnun me fatin e thmive tonë. Se Shqipnin e kem nanë, Kosovë pa Shqipni s'ka jetë. Shqipni pa Kosovë s'ka jetë, se jem një familje, jem një gjaku. Defteri var. Evet. Bütün buradaki bütün kalan aileleri. Şu yan çadırdaki arkadaşım da. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii, buyurun. Bak. Por bez nuk e kena në Pra dikush t'ini malës. Po më duka se këtë renin e natë, ose në një malës janë. Jo, s'ka këtë ren. Shuri që nejna? Apa, shë kone?
Puna limon, puna limon. Ik gjashi, po dhe kete. Urdhoni ju. Titulli dhurat për ditë lindje. Dhuratë. Hajde, shpejt. Drejtoj. Heqim lartësinë të. Këmbaj lartësisë kush është? Për fëmijët kosovar, thallë, Zoti s'do mendoj, por kjo s'është e vërtet. Kosova do fitoj. Kemi qendra e të drejtave të njeriut, merremi me të rinjt dhe kemi si synim domethënë që t'ju argëtojmë në një farë mënyrë dhe t'ju heqim atë mërzitjen apo t'ju japim mbështetje emocionale. Ne të gjitha këto i bëjmë për faktin se si do rriten këta fëmijë sot, do t'jetë Kosova nesër. Marko, Ha? Hajde, mirë bom, kënej. A ka të prezidentit? Po duhet më pas. Ku mund të jenë ato? Po të dinë krejt tonë më këtyre halatve.
A ka të prezrenit këtu? Këtu nuk ka. Jemi 5 qadra këtu që vim nga. Prezrenit mund të jenë në ato qadra atje, apo ndërtesat. Hajde. Kur keni dalë për prezrenit? Prezrenit kemi dalë në që një mund. Si ju kanë zërë? Po në kanë zërë për shpije gjithë dhe kështu masivisht. Ju keni dikën atë? Kemi do të tonë të aty me dhe në qytetën e Papandrona, po këmajt, nuk din fare për ta. Familje Kabashit prezrenit, a njëftë? Po njofën familje Kabashit, po kështu bash... Vajt Kabashin, e një? Vajt Kabashin, ata që në konë Kabashit prezrenit. Po? Po kemi ndëgju për ta veç kështu. Nuk i ke pa këtu? Ja, si kemi pa. Ditën e mira, dhe të me falenderoj. Hajde, edhe ju e dhe të mirë. Më zë ma keq, këto trauma zërë ka një. Valla, po unë këtë shumë. Ky ishe një shkin me 100 nish, me 2 torba, me vjedhë sa ndën për shpja që a i konvenant. Edhe kërë dalë, e ka mbajt me regjistrimin e kerit, e ka gjithë një karmen, edhe ka registru ati në gjamë regjistrimin e kerit, e do kur të theta, vende me... Ajo kon femën në sërbe, po? Po, sërbe, që shëpat Lela, po, që ka mi gjithë Milanit. Dhe që tash më thonë e kanë kollë krejt qapo të? Kena hypë në për kamiona, në burin 3 ditë s'kom ditë ku e kam, se në peja tjena ka nda. Pi burit më ka nda. 3 ditë s'kom ditë ku e kam, a e kam gjallë, apo është i vdekun. Se milicia vetë në ka do në fillim. Burat i ka qunë tjetëron, gratë në tjetëron. Deri në Prizren jena ardhë, në Prizren në kanë shtryp, në kanë thonë tash duoni me hecë, edhe këna vazhdu rrugën kom deri në kufi, mori. Në kom, që fëmija s'kom besu që me hecin, po fëmija si fëmi zdike, hajde që edhe pak edhe vazhdu, në djali 5 vjeq ka hecë, ofër 8 kilometra jo me hecë fëmija. Na për zonë, po me pështu, po me në shpirët e kush pështu në, jo atje në ko. Nuk në lanë më shku një morë, ma këthujnë mua ato aja. Nuk në lanë iqë, na përzojnë më të mëdha, na përzojnë me shka mas, të na tukë, të na folë. Mbjemrin Kupa? Kupa s'kemi fare. Mbjemrin Kabashi? Kabashi, fasli Kabashi. Ja. Tek 300 metra. Ja, tjetër? Do të pysni këtë, fasli Kabashi. Takojeni këtu te restorantit dhe ta pysni. Familja Kabashi? S'ka Kabashi prezrenit ka këtu? Ka në. Ju bëf një, ka një, ka i djeni ju? Prezrenit. Familjen Kabashi, një? S'ka do. Ti këtu si e ke etnik? Emri i familjes? Kabash. Kabash. Unë viti i kaluar isha në Bajramsur, 3 muaj atje. Dhe bajmen se ka pasur shumë Kabashi, që kishin kaluar kufirën. I babas si është?
Vahid. Vahid. De quelle région? Vous savez, de Prizren. De quelle région? De Prizren. Oui. Et puis? Të bashkëtojnë më, kështu siç ndodhi, dhe me patjetër Kosova do të shikojmë për pavarësinë e Kosovës. Po derni atje dhe për Shqipërinë se do të bashkohet së shpejti, unë këtë besoj. Pa Shqipëri nuk ka Kosovë, edhe pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Nuk ka jenë met, gjinja në për shtëpia, dëvram jenë met. Djallin e kom shtin dhe me një pëtemin, një var i kom shtin, dytë. Kështu që nuk mundet, ende nuk mundet kush më hi aty në fshat mi shtin dhe atë tjertë, ku foma që jenë met aty. Po të ishim konë barabart, kur nuk da të kishim shku Kosovën popli jonë. Rinia jo në konë e flakt për liri, për vatan. Edhe jem këthyre për Gjermaniet me një prill që t'i bashkangjitës luftës shërimtare për Kosovë. Dhe me 9 prill, 19 prill jem plagos në Kosharë, në thyren e Kufirit. Këtë qikë e kom kujtimin e të birit tim, që më ka ra me 13 të 4.1999 për shlirimin e Kosovës. Pra këtë qikë e ruj sikur sytë. Ma fort e du këto se gjithë femit e mi tjertë. Me atë ditë që i ka mush 3 muj, me 13 i ka mush 3 muj, me 13 më ka vra baba i kësaj vajze. Burrim ishte 29 vjeçar, që val jetën për liri. 4 vjetë martesi i bëj me 5 maj. Ande jetë shkurt patëm.
Unë jam Ilir Saliu, pjesëtar i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Jam i vllai i Fisnik Saliut, i cili ra dëshmor për lirinë e Adheut. Kam ardhur disa ditë këtu për me marrë pjesë, domethënë, në ceremonitë për ngushëllime, me prit ngushëllime. Do të kthehem shumë shpejt. Tak merrem për vllajën tim. Stish të them e pres me pa dërim kthimin. Një raportoj tjere të në në putë, veç. Kemi shku të në kufi të hani votit, aty na kanë marrë policia shqiptare dhe na kanë në autobus, na kanë dërgu në Shkodër. Pa në Shqipëri aty ishin kushtet ishin kushtet të vështira dhe vendosën marrën në Itali, ta shpejtojt mendojmë më shumë se Për Shqipërisë, na kanë thonë disa persona se mundem ju qitë në Itali me ka 2.000 marka. Ne i kemi dhënë që cili ka 2.000 marka, dhe tu që ka dhënë ka 2.400 marka. Për fëmijë kanë marrë ka 700 marka. Aty u konë e para pame në tanje për me hypë 12 vetë, ne imi konë 350 vetë. Tërkohën kemi ndajt aty, në nije, ka qenë ferë vërtetë, pa përshushme. Shkak se është një popull i vjetër europian i Ballkanit, i cili që herët e ka demonstruar pjekurinë e vetë shtetëformuese. Klith se shqiptarët janë popull i madh si të tjerët, e se ka të drejtë për të qenë të vetes, e që si të tillë të kontribuojnë në qytetërimin e Europës e të botës, e që nuk mund të amohojë të drejtë askush. Na ka preokupu çështja e Adheut, situata në të cilën gjendet populli dhe Adheu, edhe ne këtu shfrytëzojmë çdo mënyrë, çdo formë dhe çdo mundësi që ta ndihmojmë Adheun, popullin dhe çlirimin e Adheut nga okupatori barbar serb. Don Alili $100. Era luta. Kujtë ka vjedhur urin. $20, bravo. Hysni Syla, komandanti,
A i shpunon tani ka përzën punën se ishte 2 bizit i shpindarën në Kosovë. Një pashesin parat të shkoj për ushtarë. Jo, $100 për Flori, Filosiki, bukur, 18 kartë, gollë ishte, shko saj bukur. Do një ka gratë kush ka $100 të mja për këtë. Falemderit. Hakim Aleli, zoti i vlajze në unit, tregullerës nga $1.000. $1.000, zoti shkoj. Po më da menën që t'ju bashkangjitem bashkë luftarëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe këto ditë po mendos që t'i dhe vetë t'hynë në radhat e ushtarëve. Unë këtu kam ardhë për të shkuar në luftë me gjithë burrin tim. Ky është burri im. Kur ma të lumtur në jetën time vetën se kam ndjerë sikur aty në mesin e vëllezërve dhe motrave shqiptare të cilët ju kishin bashkangjit radhës të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Më rëndësi është që morali jonë ushtarak është shumë i lartë, atë moral që Serbi nuk e ka. Quhem ushtari Adem Lausha. Jam i ardhur nga Berlini i Gjermanisë. Unë ashtu kam shok tjerë që kanë ardhur nga Amerika, sikur Ramiz Muriqi, Bashkim Bala, Ali Kelmendi, edhe besojmë që nuk do të kthejmë perëndim derisa të çlirohet Kosova për gjithmonë. Montimin e që përdorën për anë për shek. Kjo është gjujtja kundër ajrore. Se pinë të asneve, s'përvejgjë për vetën. Bartje në ushtarëve.
Sa më shpejt me shku po këthyri shtëpinë tënde. Jam interesuar ta shkoj në Kosovë, ta shoh situatën atje, ta shoh gjendjen në fshatin, se familjen e kam këtu. Duhet me shku me shiku mas parja a është vendi i sigurt, se janë të vendosura minat nga serbet, kështu që nuk ka shans me vendos familjen pa shku me kontrollue. All right, brother, all right. kam vi vetën më të lumtur, është dita më e lumtur e jetës time. Anër po më duket, precisht anër po më duket. Shumë bukur. Pa besueshme, kur e vërtet, diçka. Që kemi priqë sa kohë, edhe ma në fundit. Edhe, çka me fund tjetër? Prishtina është e lumnueshme, është madhështore, sepse e kremton në mënyrë shqiptarie, me gëzim, me lot gëzimi, shkundjen e zgjedhjes barbare serbe në mënyrë definitive, dhe Kosova, siç ka qenë, është e do jetë shqiptare. Just want to keep them down and set. Away from the building. Okay. Look at them.
mendu që bëhem shpi. Hala po më do këtë andër. Hajde, brini kaj kohë. Hajde. Hajde, se mirë. Hajde, kohë, tani shkojmë në Mirë. Hajde, se mirë kohë. Unë me pritjes, si sa i kom bërë kanë tjekë, rejtë. Ka flaskit, unë e ka tjekë për ketin.
Me familjen këtu. Me familjen. Sa gëzim kishte qyteti i Prizrenit atë mbrëmje. Kishin dalë të gjithë në shetitore. Jeta po kthehej nga një mërgim i hidhur, dhe mua se si më erdhë në mend ca vargje. Natën flem me një krah të zbuluar, çatia e qetësisë sikur na pikon, shkëmbi spërkatur me lulkuqe gjaku, Kosovë, dhimbja jon.